Zoti Zhlima, si e keni parë sherrin, po themi, të nisur mes Albin Kurtit, pra lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Edi Rama, sa i përket çështjes së gjykatës speciale, por nga ana tjetër u vëret edhe mosmiratimi i rezolutës për gjenocidin në Kosovë të kryer nga Serbia, pra mazhoranca ditën e djeshme nuk e mori fare në konsiderat. Çfarë është kjo përplasje mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku nuk gjenden pikat e përbashkëta sa i përket edhe një çështje mjaft rëndësishme atletare, po themi, siç është edhe rasti i Kosovës? Duhet të kemi parasysh që zoti Rama dhe zoti Kurti kanë pasur gjithmonë konfliktet me njëri tjetrin në momentin kur të dy palët kanë ardhur pothuajse në pozitat e kryeministrit, sepse duke qenë se zoti Kurti gjithmonë ka qenë nga e majta dhe vinte nga e majta, normalisht për zotin Kurti do të ishte një thyrje në rast se nuk do të kishte raporte të mira nga një parti e majtë, duke e konsideruar këtë të majtë, pra Partinë Socialiste, në pikpamjen teorike, sepse në pikpamjen praktike, Partia Socialiste, pra eksponentët e saj, janë më të pasur edhe të mbi pasuruar, pasi kanë ardhur në pushtetin në 2013 dhe janë më të pasur në krahasim me antarësinë e tyre që janë të varfër. Por ne nuk do të merrem me këtë kontekst, pra varfërinë e antarësisë së tyre, po do merrem me rastin e zotit Kurti dhe zotit Rama. Ju duhet të dini diçka, që ajo që nuk është cituar ose saktësuar tek opinioni publik është gjykatën speciale në Hag. Kush e ka miratuar në heshtjen e tij? Edhe zoti Rama e ka miratuar. Pse? Se në veprimtarinë e tij e ka miratuar ai I cili sot ndodhet në qelit e paraburgimit në Hag. Pra zoti Thaçi ka qenë një ndër nismëtarët. Vim pikërisht këtu dhe themi rikujtesa, rivendosja në afat, rikthejmë memorien mbrapa, se lajmi 3 ditë zjat. Zoti Kurti në parlamentin e Kosovës I kishte thonë zotit Thaçi, në raset do ta dihet ti që do të ishe ti aty brenda ato qelit atje, nuk do vije sot këtu ta miratoje këtë akt kriminal terrorist që të terrorizon gjithë atë që ne themi historikun e vërtet të asaj të ushtrie për çlirim dhe liri për kosovarët tanë, për bashkombës tanë. Por, çfarë ndodhi? Të marrëveshjeve të ndyra që ishte përfshirë vetë Thaçi me ndihmën dhe asistencën e Ramës, Rama kur doli në parlamentin e Republikës së Shqipërisë, doli duke bërë lavazh, duke sjell nga veriu në jug, nga jugu në lindjen e mesme, nga lindjen e mesme në perëndim, nga perëndimi nuk I dihet dhe vetë si e ka përfunduar të fjalim në parlamentin e Shqipërisë. Pse? Sepse konflikti midis klasës tonë politike dhe asajt kosovare nuk është konflikt kombëtar. Është një konflikt kush do të marri meritat që kush drejton çështjet kombëtare. Pra e kuptoni ju, zoti Rama, zoti Thaçi kishin rënë dakord për ndarjen e kufit me Kosovën dhe Serbinë. Dhe u desh që zoti Haradinaj mos gaboj. Po, Haradinaj ka qenë, po. Doli ky Joni këtu që papritur bo pa din kundër Haradinaj, ta kupton tani. A lejo të bësh pa din ndaj një kryeministri ose një person që ka luftuar për lirim dhe çlirim të Kosovës nga serbët? Dhe vjen edhe të na bësh patriotin sot me datën 17 tetor në Republikën e Shqipërisë, na thua që ka e pa drejt. Po mirë, kur ishte Bideni, pse nuk bëje akte të tilla që kishte të bënte me lirimin e këtyre 4 të cilët sot ti na I citoke, ata të cilët janë futur në burg. Pra është një mashtrim publik ky. Kë për mashtroni? Habitën për ata që po vinë nga Kosova deri këtu, më mirë marshoni aty ose shkojnë në Hag, se ky po ju përdor. Pse ju përdor ky? Sepse 5 vjet e mbylli gojën. Shkonte takonte me u duk si patriot I madh. Po kur ishte Bideni, pse nuk sakrifikoi me Sorosin dhe të tjerë të bënte atë që duhet bëj? Detyrën patriotike. Jo nacionaliste, patriotike, që ti thoshte, arrestimet janë politike, janë me qëllime të ndyra për të dëmtuar
atë që Shtetet e Bashkuara kanë për Kosovën me i dhënë pavarësinë që ja dha në Tiranë Bushi sapo deklaroi me prezencën e ish kryeministrit Sali Berisha. E kuptoni se si e kishin plaçkitur Kosovën disa të paaft, edhe sot do na dali zoti Rama do na thotë që unë nuk e kam pasur si qëllim. Nuk e them unë, e thot Haradinaj këtë. Pse nuk e vazhdove Padin kundër Haradinaj që dilshin të gjitha të vërtetat në shesh? Pse? Duhet ta kishe vazhduar Padin. Të thoshte Haradinaj në publik, edhe unë i bëj apel Haradinaj të dalë një ditë në një konferencë publike dhe të thotë vërtetën. Çfarë ishte që e bëri Haradinaj të dyshonte qëndrim me Ramën dhe çfarë fshihet pas asaj që ishte në takimin me Merkelin dhe këtë tjetrin, Macronin. Po. Gjermania nuk ishte dakord, Macroni që është pak kështu i lëvizshëm ai, i bën këto gjëra. Për punën e këndarjeve të kufirit, se gjithë konflikti ka nisur për ndarjet e kufirit. Gjithë konflikti. Nuk e them unë, e ka thënë Batona Xhiu. Imagjino të marrësh një qytetar thjesht, ta fusësh në një truez kombëtar, vetëm Shqipërinë ndodh, kupton? Duhet të jesh më tepër kështu, mos them ne, duhet të jesh bufare, të marrësh një person nga rruga, ta fusësh thosh, "Po hajde të diskutojmë tani çështjet kombëtare." Vetëm në Shqipëri ndodh kjo. Merr një analist dhe thuj, po, hajde të merresh edhe ti çfarë duhet bëj dhe e mani me në një deklaratë ti. Ne kishim rënë dakord për këtë, për atë, e kupton, një qytetar i thjesht ka rënë dakord dhe ka dëgjuar me shokët e vet, e kupton, kur bëhet objekt diskutimi, çështja kombëtare, vetëm në Shqipëri ndodh. Është të mërshme kjo gjë. Dhe prandaj duke parë dhe ndërkombëtar që këtu ne i kemi shesh për shesh të gjitha, nuk ka nevojë për spiona më vëlla, se këta dalin na shiqari i thënë të gjitha në media. Se më dëgjoj unë, jo ky është spioni i Serbit, jo ky është spioni X, edhe çfarë më spion? Këta dalin na shiqare më të gjitha i thënë në televizor. Pra, konflikti midis Ramës dhe Haradinajit nuk ka nevojë ta spiononte dikush. Pse? Sepse Rama pa ditë Haradinajin. U bë konflikt, u bë publik. Haradinaj doli që thanë që këta ishin gati për me shit Kosovën në truezat politike. Dhe pastaj, kur ti thoshte, ore, unë nuk dua të bëni asnjëherë as tjetrën, kjo nuk është që mbaj qendrim për Kurtin, por asnjëherë as tjetrën, hajde ta diskutojmë të gjithë bashkë, dhe mos shkoni të bëni të bukurin ose te Merkel ose te Macroni, sepse atëherë ishte Trumpi në krye. E kupton se ishte lojë tjetër. Kur Trumpi ishte atëherë në krye, blind pyetje tjetër. Kur erdhi ky plaku tjetër, Bideni, pse nuk u morë gjithë ju që i bjeni nga e njëjta familje politike me Bideni, ti thoshte, ore, liroj këta sepse nuk duhet t'i arrestosh këta. Pse për shembull një urdhër arresti për Netanyahun duhet të anullohet me njerë sa po futet Trumpi në lojë dhe për këta tanët të cilët po vendosin në dyshim, dhe dëgjoj, kanë vendosur në dyshim përsëri edhe Kurti, edhe të gjithë këta, klasa jon politike, edhe të Kosovës, në dyshim pavarësinë e Kosovës. Boni sa të doni, dilni në rrugë, boni çfarë të doni. Në rast se klasa jon politike nuk mblidhet në një truez kombëtare të përbashkët për të ndarë një herë mirë që Kosova nuk tjetërsohet, nuk dhurohet, nuk shitet, po të dalin të gjithë së bashku. Kosova do qëndroj aq sa është e vendosur nga presidenti Bush me deklaratën e tij, aty ku janë kufit dhe nuk ka negocim tjetër, po të bëhet një truez kombëtare që ne të themi që Shqipëria garanton Kosovën në një ndërhyrje të padrejtë të serbëve. Po ne duhet jemi aty dhe jo ku ndodh një kërcënim ndaj Kosovës, Edi Rama nuk të bën një asnjë deklaratë. Edhe lën të mirëqen atë rast, dhe duhet dalë ambasadori amerikan në Kosovë dhe të bëjë deklaratë që të frenohet Serbia. Në këtë çështje ta mbaroj këtë, se është patriotike kjo çështje, nuk është thjesht një ngjarje politike thjesht. Po, ta mbaroj këtë, zero tolerancë ndaj ignorancës. Dhe mos u bëni vegël Edi Ramës, i cili kur ishte në moment të dur të kishte reaguar. Dhe mos lejoni veten tuaj të bëni vegël. Kaq.
po doni të zgjidhin problemin, një takim, një truez kombëtar të marrin gjithë kryetarët e partive parlamentare, të marrin të gjithë pjesë në një truez, vetëm për të mbrojtur Kosovën. Kaq. Çdo ceremoni, çdo gjë tjetër është zero. Avokat, çfarë fshihet pas refuzimit të miratimit të rezolutës për të dënuar gjenocidin serb në Kosovë nga ana e mazhorancës ditën e djeshme në parlament, teksa ditën e sotme mediat në Beograd e kanë vlerësuar një gjë të tillë? Çfarë fshihet? Fshihet do të thënë diçka të vërtetë që nuk fshihet, po është transparente. Tramo transparente. Po, aty duken të gjitha zë. Miratimin, po në rast se do të kishim miratimit, në të njëjtën kohë shkëputët çdo marrëveshje politike që ka bërë në të shkuarën e tij zoti Rama me Vučićin. Minin ballkanik që ishte ai budalliku ai mashtrim publik. Open Balkan që ishte ai mashtrim. Po, mashtrime, to ishin mashtrime. Të gjitha këto ishin mashtrime dhe populli ra viktime kësaj gjëje. Dhe në rast se do të kishim miratimin e kësaj rezolute, automatikisht marrëveshja politike midis Vučićit dhe Ramës që ka bërë shumë vite me radhë dhe ju e keni parë si një nga rastet më të mira që ne po bëjmë ur komunikim me Serbinë. Na u lodhëm ne të bëjmë ur komunikim me Serbinë. Nuk na intereson Serbia, Serbia ka një agent politike me Rusin dhe ne si shtet me Republikë dhe ne si shtet antari NATO-s nuk kemi pse të bëjmë asnjë marrëveshje me Serbinë, sepse ne kemi destinacionin Europën dhe aleatin ton strategjik që është NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj ne jemi pjesë të NATO-s për shkak se Amerika ka kërkuar që të mbrojë Kosovën nëpërmjet Shqipërisë dhe ne pse të bëjmë ur komunikimin me vrasësit, me ata të cilët kanë abuzuar dhe me ata të cilët duan të vrasin të gjithë njerëzit që kanë të bëjnë me atë që ne themi me një vrasje të cilët mund të quhet në aspektin sot teorik, por në aspektin praktik ata e kanë të gatshëm. Çfarë? Ata janë në çdo moment në gatishmëri për të marrë Kosovën. Dhe ne çfarë duhet të bëjmë? Ne duhet të votojmë ndaj çdo akti barbar që kanë bërë ata, duhet të votojmë në parlamentin shqiptar, po edhe në Kosovë kundër Serbisë, sepse ajo që ndodh në Shqipëri është e patolerueshme. Ai quhet gjenocid. Nuk ka asnjë fjali tjetër përveç fjalisë në gjuhën shqipe, gjenocid që ka ndodhur kundër kosovarëve tanë, në kundër shqiptarëve tanë, nga një armik i pa negociueshme për të ndërtuar ur komunikimin. Nuk ndërtohet ur komunikimi nga një person i cili ende beson dhe ka në propagandën e tij të politikës së brendshme që Kosova i takon Serbisë. Ndërkohë që Kosova është shtet i pavarur, është shtet i cili ka parlament, ka institucione kushtetuese dhe duhet të ketë vazhdimisht pas një ndërhyrje politike dhe partijake mbrojtjen e Shqipërisë në çdo moment. Prandaj unë them që të jem realist tek ju, edhe ashtu siç e them të vërtetën, ajo tregoi qartazi që zoti Rama nuk ja mban të thotë Vučićit që ti je kriminal. Nuk ja mban. Edhe çfarë do të thotë kjo gjë? Për shkak se nuk ja mban, do përdori njerëzit me datën 17. Më vjen keq që ju përdor, po gjithsesi s'ka problem, edhe ai ju përdor, hajde ju përdor, por të paktën mos bini viktim të përdorimit të jashtë masës, sepse nesër mund të keni edhe një përqafim të Vučićit dhe Ramës. Atëherë si do ta justifikoni marshimin në Tiranë? Uroj që marshimi të jetë i mbarë dhe i mirë edhe për ju, por Partia Socialiste tregoi që nuk është e gatshme të shkëpusi urën e komunikimit me kriminalin serb Vučićin.